Po, është në fakt është një nisëm që nisi përpara gati një viti me dy shoqet mia. Njëra prej tyre quhet, që e vazhdoi më tutje edhe këtë rrugtim, quhet Juri Hoxha. Patëm këtë ide për të krijuar një event që ka lidhje me femrën e vën fokusin kryesor tek femra. Problematikat që ajo ka dhe sensibilizon të gjithë ambientin, po themi të gjithë shtresën sociale për të qenë sa më të barabartë dhe për të respektuar barazinë gjinore. Dhe kjo vjen natyrshëm me Ajo vrapon me datën 8 mars, ku do të realizohet një xhiro vrapi dhe ecje 5 km rreth e qark liçenit artificial. Dhe më pas do të konkludohet me disa ndarje çmimesh, disa të ftuar që do të flasin në këtë event dhe një fotografi e çastit për të gjithë pjesëmarrësve. Pra ideja, mendimi dhe realizimi janë të gjitha të mijat për sa i përket këtij eventi. Tjetër diçka interesante për Ajo vrapon, janë femra të gatshme, gratë, vajzat, marrin pjesë në aktivitete të kësaj natyre? Në fakt, të them vërtetën, projekti qëndronte në zyrtaret tona dhe doli në jetë në një formë shumë kazuale, rastishme, pasi Juri u lidh dhe me një shok tjetër, Endri, i cili është i Tirana Running Club, dhe ai sikur dhate katalizatorin e të gjithë gjës. Dhe sigurisht që gratë janë shumë të gatshme për të vrapuar, sepse nga ato regjistrimet që ne kemi dhe janë bërë aktualisht në faqet tona, ku kemi nxjerr komplet shpalljet, të gjitha shpalljet tona, dhe ftesat për të marrë pjesë në event, kemi një numër shumë të gjatë, të madh grash pjesëmarrëse në event. Kështu që janë të gatshme, po nuk është e thënë që të vrapojnë, mund të dhe të ecin. Pra kemi lënë edhe një hapësirë kohore të eventit që fillon në orën 9 dhe më pas shkon deri në orën 10:30, kështu që 5 kilometra kemi llogaritur që për 1 orë e gjysmë janë mjaft favorshme për ta mbaruar këtë. Pra është simbolike. Është mjaft simbolike, po.